Si që duket, Sasa ka vendosur që këtë javë ta kapën Prime-in, ndoshta indikon edhe nominimi, të qenurit në nominime çon që Sasa të lufton pafund që të del në Prime, sepse ndoshta banorët edhe mund të kenë krijuar këtë konceptin se të qenurit dinamike, të qenurit në sfidë, të qenurit luftarake, të qenurit e zëshme brenda shtëpisë së Big Brotherit, ti mund të arish të kapësh Prime-in dhe pikërisht ky mund të jetë qëllimi edhe i Sasës me këto lëvizjet që Sasa po bën. Lufta nuk ka ndodhur vetëm mes banorit që ne përmendëm pak më lart Labinot Rexhës, por po ndodhen lufta edhe mes Albës, duke e ofenduar Saranda Albën, që unë nuk do kisha dashur që të kem shoqe edhe jashtë. Tani, epitetet e këtilla, të vëjmë epitetet e këtilla brenda shtëpisë së Big Brotherit, mua më duken pak të tepërta, edhe nuk më duken sociale. Do të thoni ju pse? Sepse banorët brenda kësaj shtëpie pranojnë që të jetojnë me një transgjinore, pranojnë që të jetojnë me një gay dhe nuk e pranoka dot ta ketë shoqe Albën. Do me thënë, Saranda ka komentuar së fundmi për marrëdhënien e saj me Alba Pollozhanin. Sasa tha se e ka provuar disa herë të krijojë një raport normal me Albën, por sipas saj kjo nuk ka qenë e mundur. Me Albën nuk po mundem të gjej një gjuhë të përbashkët. E kam provuar, por nuk mundem, thot Saranda. Nuk mundem, thot, jam e sigurt që edhe jashtë shtëpisë nuk do të doja ta kisha shoqe, thot direkte. Por marrëdhënia e tensionuar me Sasës edhe Albës ka qenë që nga fillimi i këtij reality show. Debat, aleanca, raportet personale vazhdojnë të jenë një nga temat më të diskutueshme. Dhe unë në këtë rast mendoj që Sasa, do me thënë, është duke bërë të pamundurën që të bëhet lideri i asaj shtëpisë dhe mundohet që t'i godet banorët të cilët janë në këtë rast më të zëshëm. Dua të marr në këtë pikë mendimin tuaj. Mendoni që Sasa ka të drejtë apo është një ofendim kundër drejt Albës dhe Alba tani e ka pranuar këtë fenomenin që unë duhet të duroj gjithçka sepse jashtë më dha ky informacioni.